Fatkeqësisht vazhdon edhe përpara sheshit Skënderbej një marshim artificial politik, duke keq përdorur luftën heroike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës me pjesëmarrës nga mbar bota, edhe nga Shqipëria ku kemi herojt tanë. Partia Socialiste e Shqipërisë dje në parlament përse nuk e votoi rezolutën për genocidin serb në Kosovë. Dhe sot proteston bashkë me ata. Sa qindarka ke dhënë ti Edi Rama për avokatët në Hag? Ky Kadri Veseli, a mos do na hidhet gjë me aeroplan? Ta shikojmë një herë si u hodh dhe vajti në Kosovë? Si mundet vallë të ofendoni luftën e një populli për liri për të shplar duart tuaja të krimit të zi? Unë kam 7 dëshmorë në familje dhe për 5 majnë në avindin udhëheqësit e partisë. Na sillnin 1 kile mollë dhe një pako kafe dhe hanin dhe pinin vetë. Duke na thënë, punoni juve, se ju jeni bitë e dëshmorëve, duhet të mbajtur fort partia. Ju hypnin xhipave dhe iknin. Sa ne punoni me tretone për bukën e gojës. Kështu, në vend që kjo protest të bëheshe në Mitrovic, muaj më parë, ku cepem cep kemi suverenitet për herë të parë, keq përdoren pikërisht këta heroj, bijt nipat e tyre. Përse? Për partinë. Ky Edi Rama me Open Balkan duhet të mbronte Kosovën dhe jo të fuste Serbinë dhe ta bënte pjesë të llumit të zi. Kështu fatkeqësisht sot është një tjetër ditë turpi e historisë. Sa turp më vjen.